Është një situatë tjetër, le të themi, politike. Kurti tha po bëna unë zëvendës kryeministër dhe ministër e punëve të jashtme, votom na Glau Konjufcën për kryeministër. Kjo mendoj që është e papranueshme edhe për ne, por edhe për qytetarët, sepse Kurti e ka ditë dhe e din prap, sepse edhe në deklarimet e veta e tha qartë që zoti Konjufca i merë 56 vota, nuk kemi vota për të votuar kryeministrin apo të nominuarin zotin Glauk, dhe unë mendoj që kjo është vetëm për të krijuar një narrativ dhe të shkohet në zgjedhje. Çfarë narrative, pra? Narrativ se seriozisht që të votohet. Nuk është seriozisht, se po ta kishte seriozisht, nuk e kishte kandiduar kandidatin për Parlament Kosovës 50 herë. Edhe e ka di që nuk i merë votat. Dhe kur erdë, në fund ja votuat opozita ja votuam vetëm për me i treguar dhe me treguar që ai nuk e ka sinqerisht krijimin e qeverisë, sepse e propozoi Dimal Bashën, e votuam, kaloi koha, ushtjer koha për votim të qeverisë Kurti 3 dhe e përvoj dhe nuk i pat votat. Gjatë tërë kohës ka luduar që i ka votat në parlament, do thot për qeveri, por votojëm me krye parlamentarin. Dhe ja që dul mashtrimi i tina, dhe unë mendoj që edhe kjo, ky propozim, nuk e ka sinqert dhe... Pse nuk e ka sinqert, pra, sepse Zelikaj, pyetja është kështu, ai e vendosi, pra Kurti dhe kryesia e vendosjes, Këshilli i Përgjithshëm i tyre, e vendosën Glau Konjufcën. Glau Konjufca konsiderohet si figura më unifikuese e lëvizjes dhe vendosje. Edhe ju personalisht nuk keni pas raportet këshia kur me Glau Konjufcën, dhe partitë të tjera të cilat po i quajmë ish opozita tani, nuk kanë pas ndonjë konflikt, le të themi kështu, agresiv me Glau Konjufcën. Unë mendoj që sa i përket figurës e Glaukut, është vërtet ajo që ndryshon nga politik bërja e zotit Kurti, ka një komunikim apo një qasje të mirë me subjekte tjera politike, mirë po nëse analizojmë situatën dhe kush na ka pru këtu dhe pse ka ra Glauku në Grac të Kurtit, unë nuk e di. Sepse po qoni Grac, edhe për Glau Konjufcën po qoni Grac? Po, është vërtet dhe unë mendoj që edhe Konjufca e din shumë mirë që nuk do të ketë vot për të votuar në parlament dhe për të qenë kryeministër. Prandaj, mendoj që krejt këto janë lojra të zotit Kurti, janë lojna me figura të veta partijake, e në këtë rast mendoj që atë karem e ka hongër edhe zoti Glauk. Glauk deklarua, pra edhe pas asaj, tha që unë e kam seriozisht dhe kërkoj votën, pa që ka sa nuk dua marrëveshje, por kërkoj votën e deputetëve. E tani, jemi ne mirëmi me politike dhe e dim qartë, që pa marrëveshje politike nuk ka dakordancë për të votuar një qeveri. Dhe kjo, nëse, a di si i vjen kjo, a di qka, ndashme ma dhonë votën se unë, ne jemi më të mirët, ne bojmë mirë për vendin, ne jemi kështu, por nuk na duhet në i marrëveshje, duhet sepse vendi është në krizë. Kjo nuk ban dhe është hajgare edhe e Kurtit, edhe lëvizjes vetë vendosje.